mendu që do të arrijë një marrëveshje e para dhe esenciale është që të gjitha subjektet politike janë kundër pra që të shkohet në zgjedhjet jashtëzakonshme. Dhe kjo është lajm i mirë, kuptohet që edhe subjekti i parë, pra subjekti fituesi i zgjedhjeve të 28 dhjetorit 2025 lëvizja vetëvendosje, po edhe subjekte tjera. Tjetër argument është që lëvizja vetëvendosje me gjithë fuqinë politike që ka në Parlamentin e Kosovës, se ne e dimë që përmes Parlamentit të Kosovës zgjedhet edhe presidenti ose presidenti i ri, ka heq dorë që tjetë dikush nga subjekti tyre pra i nominuar për president, që do të thotë është një lloj kompromisi që po bëhet në këtë fazë nga vetëvendosje, në lëshim me qëllim që gjendet kompromisi. Tjetër, çka ka argument që unë besoj që na shtyn në drejtimin që gjendet kompromisi, është edhe takimi i zotit Kurti me zotin Hamzan, pastaj edhe me zotin Abdigjiku, pra takimet të cilat realisht zgjaten bukur shumë, dhe unë besoj që kanë qenë për të përshëndetur, pas parasysh që vitin e kaluar kemi pas jashtëzakonisht krizë të madhe për shkak të këtij mos komunikimi dhe për shkak të polarizimit të gjuhës së politikanëve tanë. Pra, këto takime të drejtë për drejta kanë nxjerrë gjithmonë të njëjtin argument të gjithë, pra që duhet kompromis dhe me që vetëvendosjen këtë rast subjekti po thamë me fuqinë më të madhe politike në kuvend ka heq dorë që të nominoj dikan nga subjekti i saj. Kjo i bie që realisht do të gjendet një alternativë, tash se kush teksi mbetet edhe pak kjo enigmë, por me gjas shancat se çfarë më pak po duken të vogla për zonën osmane që t'i vazhdohet edhe një mandat.